Bizneset në Vlorë vijojnë që të mos zbatojnë orarin e vendosur nga Bashkia e Vlorës për depozitimin e mbetjeve urbane në teritorin e bashkisë. Edhe këtë të mërkur, televizioni 6+1 Vlora u rikthye në zonën ku të martën realizoi vëzhgimin dhe që lidhej me mbeturinat në një nga zonat në afërsi të shëtitores Lungomare. Bashkia Vlorë informon të gjithë subjektet private dhe bizneset që ushtrojnë aktivitetin në teritorin e qytetit se në zbatim të planit të menaxhimit të mbetjeve gjatë sezonit turistik dhe me qëllim mbajtjen pastër të hapësirave publike, shkarkimi i mbetjeve të bizneseve do të lejohet vetëm në orarin 22:00 deri në orën 01:00, por duket se një pjesë e mirë e bizneseve nuk i janë përgjigjur pozitivisht kësaj thirrje, edhe pse çdo subjekt biznesi është i detyruar të depozitojë mbetjet në vendet e caktuara për këtë qëllim, në përputhje dhe me orarin e sipërpërmendur. Këto janë pamjet e kësaj të mërkure. Duket qartë mbeturinat e një dite më parë janë hequr nga këta kontenitor të cilët u pastruan, por koshat kanë qenë të tejmbushur përsëri gjatë paradites së kësaj të mërkure, për shkak se bizneset nuk respektuan orarin e vendosur në dispozicion. Bashkia e Vlorës thekson se mos respektimi i këtij orari do të konsiderohet shkelje dhe do të penalizohet sipas legjislacionit në fuqi dhe fton të gjithë bizneset të bashkëpunojnë për ruajtjen e pastërtisë, si dhe imazhit të qytetit gjatë sezonit turistik. Biznesi nuk duhet të bëjë llogaritë e tij, por edhe të qytetit, ndërsa në dispozicion ka kohën e mjaftueshme për t'i depozituar mbetjet urbane në kontenier në orarin 22 deri në orën 1.